Policia e Kukësit ka arrestuar një 39 vjeçar nga Kosova në pikën kufitare të Morinës pasi tentoi të kalonte kufirin teksa në automjetin e tij kishte municion luftarak dhe 4 armë të forta. Përmes një njoftimi, policia bën të ditur se ka sekuestruar sëndet e paligjshme dhe automjetin e 31 vjeçarit. Shërbimet e policisë kufitare Morinë në vijim të punës për goditjen e krimeve ndër kufitare, bazuar në analizën e riskut, kanë kaluar për kontroll në vit të dytë në hyrje të Republikës së Shqipërisë automjetin me drejtues një shtetas të Kosovës. Gjatë kontrollit në automjet, shërbimet e policisë kufitare gjetën 2 karikator me fishek 2 thika, një sapat dhe një shkop metalik, si ai i policisë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me automjetin, thuhet në njoftimin e policisë vendore Kukës. Ndërkohë, materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore, për veprat penale, trafikimi i armëve dhe i municionit dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta.